Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Po ju pëlqen në fund kjo video, bëni një subscribe. Pra, sot është e premte, gjithë ditën. Data ishte 3, muaj është i 4, viti 2026, vit që përshkelim 4 muaj. Dhe nuk do ndalen zërat lidhur me atë se a ka a nuk ka të drejtë dikush të u ahek pa u konsultuar me pjesën tjetër të asaj të cilët financojnë autostradën koridorin 8. Pra jemi në Maqedoninë të Veriut, ku, besoni apo jo, ende veturat e viteve 2000-2010 kushtojnë prej 3.000 deri në 5.000 euro, ndërsa në Gjermani këto shiten prej 300 deri në 500 euro. Pra ende jetojmë në një shtet ku për çdo ditë ka rritje të çmimeve, po sërish të energjisë elektrike. Bile sonte LSDM-ja ka akuzuar drejt për së drejti Mickovskin për bizneset e tij sa i përket energjetikës. Pak më vonë. Atëherë të fillojmë nga e para lidhur me atë që neve shqiptarëve na pret. Dhe na prek. Po marr parasysh edhe protesta e studentëve është e mirëpritur, mirë po atje ka disa reagime lidhur me disa gjëra të tjera. Pra, rini me ne. Rini me Mesut Shabanin dhe të dëgjoni diçka që nuk mund të dëgjoni diku tjetër. Atëherë fillojmë me atë që quhet dhimbta e qeverisë Mickovski. Dhimbta e qeverisë Mickovski, koridori 8. Nëse jo asgjë tjetër, ato do ndalin bërën e saj për 2 vjet deri në 3 vjet. A duhet të përfundojë 2027. Dhe nuk pat asnjë informatë dhe video informatë se çfarë pat dhe çfarë u tha nga gjithë bashkësitë lokale të fshatrave të Strugës në mbledhjen ku ishte edhe Behtelenka, por edhe kryetari i komunës të mbajtur në Strugë. Nuk ka video. Pra, është çdo gjë e kontrolluar nga ky pushtet, përveç meje. Atëherë vazhdojmë të shohim se si të tjerë të shohin këtë problem. Ndërtimi i koridorit të 8, i cilësuar si pan-europian dhe me rëndësi strategjike edhe për NATO-n, dhe që synon të rrisë portin e Durrësit nëpërmjet Maqedonisë së Veriut me atë të Varnës në Bullgari në detin e Zi, duket se ka ngecur në Maqedoninë e Veriut. Vetë kryeministri i këtij vendi, Hristian Mickovski, në një deklaratë të para disa ditëve, theksoi se ndërtimi i këtij koridori do të vënohet të paktën deri në muajin korrik të këtij viti për shkak të kufizimeve në zonat e mbrojtura nga UNESCO, duke qenë se rruga kalon pranë liçenit të Ohrit dhe në disa zona ku janë gjetur artefakte. Kjo deklaratë ka ngjallur reagime jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, ku partitë opozitare shqiptare e shikojnë si një përpjekje të Mickovskit për të manipuluar opinionin publik, por edhe në Serbi, ku ministrat të qeverisë e kanë quajtur si sukses të tyre mos ndërtimin e koridorit të 8 në Maqedoninë e Veriut dhe dhënien e përparësisë të koridorit të 10, që lidh Beogradin me Shkupin e mëtej me Athinën. Në fakt, edhe vetë faktori shqiptar në Maqedoninë e Veriut është i ndarë në opinione në lidhje me këtë çështje. Për kryetarin e komunës së Strugës, Mendi Qyra, koridori 8 në Maqedoninë e Veriut, që parashikon ndërtimin e segmentit Trebenisht, Strug-Qafsan, do të ndërtohet dhe se nuk ka asnjë vendim për anulimin e tij. Unë jam në kontakt të vazhdueshëm edhe me ministrin e mjedisit, Muhamet Hoxha, kam qenë edhe me kryeministrin, ku ka thënë deklaratë, dhe ne kemi mbajtur qendrim të tillë që aksi rrugor Trebenisht, Qafan, është shumë i domosdoshëm, shumë i rëndësishëm dhe duhet patjetër të realizohet, dhe jam i sigurt që do të realizohet. Me bindje të thellë, me siguri ju them që nuk ka asgjë të vërtetë në lidhje me vendim të marrë që mos realizohet. Normalisht që për momentin nuk realizohet për një kërkesë të UNESCO-s që kërkojnë të gjenden forma optimale ose alternative për të realizuar këtë projekt. Pra, këtu kryetari i komunës së Strugës, Mendi Qyra, nuk është i sinqert. Nga UNESCO nuk ka deri tash asnjë kërkesë të shkruar. Pra këtë krejt tonin muhabete.
Unë e përkrah nëse ja del atë që e tha, se do e realizoj. E përkrah. Le tjetë vënesë, kur do që tjetë, le tjetë. Por, që t'i ndrohet traseja, kjo është vërtet e pa kuptim. Vërtet e pa kuptim. Kanë reaguar edhe partitë politike të Strugës. Ka reaguar, në fillim është kryetari I BDI-s për Strugën, Faton Pollazhani, e pastaj Zjadin Sela. Ndryshe shikojnë të çështje përfaqësuesit e partive opozitare shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Për Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Aleancën Qytetare, nuk ka asnjë fakt që UNESCO po pengon ndërtimin e korridorit të 8 dhe japin argumentet e tyre që kjo është një përpjekje e kryeministrit Mickoski kundra interesit të shqiptarëve në rajon. Ne kemi dyshime rreth Ky është Faton Pollazhani I BDI-s. gjithë kësaj situate dhe këto dyshime na forcojnë edhe fakti që flitet për UNESCO-n, por askush deri tash nuk ka thënë dhe nuk ka paraqitur diçka konkrete rreth vërejtjeve të UNESCO-s. Po para disa ditësh kemi pas një deklaratë edhe nga ministri I transportit mos gaboj I Serbisë, I cili e paraqet si sukses të madh të qeverisës së tyre devimin e korridorit 8. Me thonë këtu shtohen këto dyshime që tendenca e kësaj qeverisje është e qartë se projektet që lidhin zonat shqiptare të mund të ngadalsohen dhe mundësisht edhe të ndërpriten. Natyrisht që kjo është e vërteta, për shkak se pa marrë parasysh e pranon se pranon qeveria është vetë kryeministri I vendit ai I cili është deklaruar në lidhje me këtë. Jo me pretekstin që ka ndalë probleme me UNESCO-n, realisht UNESCO nuk ka pse të jetë pengesë për segmentin trebenisht Strug-Qafan, për shkak se nëse shihni trajektorën nga lëviz korridori 8 është mos paku 1 kilometër në linjë erore I larguar nga liçeni. Por me ana tjetër mos harroni vetëm 2 javë më herët ka pas një deklaratë nga ministri I transportit të Serbisë, I cili deklaron në mënyrë shumë qartë që Serbia ka penguar korridorin 8 dhe Serbia vazhdon ngelet qendër e Ballkanit Perëndimor për lidhjet që bëhen me autostradë. Këto gjëra I shohim me shqetësim, sepse rrugët, autostradat janë edhe strategji, janë geopolitik dhe ne si shqiptarë, ashtu si gjithë shqiptarët tjerë, linjat strategjike dhe geopolitike tona janë NATO dhe është perëndimi dhe asnjë opsion tjetër. Ndërsa, në ndërkohë, se le ka të drejtë, në ndërkohë, kryeministri dhe ministri I transportit dhe lidhjeve, pra Mickoski dhe Nikolovski, reaguan se pse nuk reagoni për shtetin shqiptar kur ata kanë ndërprer 25 km para kufirit ndërtimin. Nga shteti shqiptar reaguan dhe thanë, nuk është faji jonë, është faji I Maqedonisë, sepse duhet për tu ikur gjithë atyre lake luqeve, unë dhe kësha thënë, nga kufiri deri në Elbasan, do duhet hapet vetëm një tunel. Ka jemi marrë vesh në Maqedoninë, tash Maqedonia pse bishnon, unë e them këtë është çështje tjetër. Pra, vazhdojnë përplasje dhe nuk do ndalemi as unë, por besoj se do ndalen edhe partitë shqiptare lidhur me këtë. Kjo vërtet po pengon zhvillimin, në mos asgjë tjetër, zhvillimin ekonomik të këtyre treve ku shteti nuk ka investuar asgjë. Pra, kësaj radhe Struga e ka topin në dorë, vërtet e ka. Kryetari I komunës I cili nuk është I sinqert dhe nuk thet se nga para vitit 3 e ka të njohur këtë situatë, sepse ka qenë në Paris së bashku me një delegacion të qeverisë dhe unë kisha pyetur për s'pari herë, din ndonjë gjuhë të huaj dhe në cilën gjuhë është biseduar atje, apo ja kanë servuar nga qeveria për kthyesit ashtu siç ka dashur Mickoski. Pra, nuk është I sinqert dhe pse s'ka treguar. Okej, problemi I tij, atë çfarë bën, njëri e paguajnë pastaj dhe e vuajnë gjeneratat të tëra, si popullatës për edhe të familjeve. Pra, është rasti që atë që e ka bërë për vetveten, ta bëj tash edhe për popullin, kryetari I komunës së Strugës, pa marrë parasysh se është zgjedhur me votat e vëmëra dhe pa mënes, pra me ndiqyra. Në ndërkohë, ka plasur edhe një skandal tjetër këtyre ditëve. Regjistrimi I popullsisë do bë kanë Maqedoni vitin 2031. Normal është. Mirë po. Atë çka e tha drejtori I saj, Dejan Stankov, është shumë e dyshimtë. Pra, unë e them,
ju dini se mbahem shumë i mençur. Manipulim me shifra apo pa aftësi institucionale. Sepse, dëgjoni, gjërat nëse priten prej start, të kishin marrë kahje tjetër edhe te koridori 8. Mirë po, atje u fsheh derisa kur duhet të vazhdojnë tash në pranverë punët. Deklarata e drejtorit të Enteve Shtetëror të Statistikave, Dejan Stankov, nuk janë thjesht kontradiktore. Ato janë alarm për mënyrën se si po trajtohet një nga proceset më të rëndësishme për shtetin, regjistrimi i popullsisë. Nga njëra anë, institucioni pranon hapur se mira qytetarë që jetojnë jashtë vazhdojnë të figurojnë si rezident për shkak të mangësive në evidencë. Nga ana tjetër, i njëjti institucion deklaron se nuk ka nevojë për ndarje të popullsisë, që nuk është më çështje interpretimi, është përplasje drejt për drejt me logjikën bazë. Në çdo shtet normal, një problem i tillë trajtohet si prioritet kombëtar. Këtu ai relativizohet dhe paketohen deklaratat e përgjithshme për metodologji statistikore që gjëja do të zgjidhë të gjitha, pa shpjegime, pa transparencë, pa llogaridhënie. BDI-ja e menderosi me Artan Grubin dhe zëvendës drejtorin e Entit Shtetëror Selamin. Është më e rëndë ideja që regjistrimi i jashtëm të mbështet pikërisht në ato burime administrative që vend enti i pranon si të pasakta. Kjo nuk është reformë moderne, kjo është ndërtimi i një sistemi mbi baza të reme. Kur kësaj shtohet fakti se emigrimi masiv dhe shtetësia dyfish trajtohen si dobësi teknike, bëhet të qartë se problemi nuk po adresohet, por po fshihet, dhe kur realiteti fshihet në statistika, pasiohet janë politike, nga ndarja e buxhetit deri te përfaqësimi institucional. Referimi te standardet ndërkombëtar në këtë kontekst tingëllon më shumë si justifikim se sa si argument. Askush nuk i ndalon institucionet të jenë transparente dhe të publikojnë të dhënat e plota. Pyetja është, pse nuk duan? Në këtë pikë dilema është e thjeshtë. A kemi të bëjmë me aftësi për të ndërtuar një sistem të saktë statistikor apo me vullnet për të kontrolluar shifrat nga qeveria, VMRO dhe Departamenti Mickovski? Sepse kur një institucion pranon se nuk ka të dhënat të sakta, por refuzon mekanizmat që do të bien realitetin më të qartë, atëherë nuk kemi më problem teknik, kemi problem politik. Dhe ky është pra, një shkrim pak më i gjatë i imi, e keni në telegrame.mk, hyni dhe do e gjeni. Vërtet, shqiptarët nuk janë mrekret si vëmërët e pëmëneja dhe nuk janë shqiptarët kretë si Vleni. Nuk janë. Në ndërkohë ka reaguar edhe partia e Selës, lidhur me këtë që unë po u aportësjella pra, lidhur me regjistrimin. Edhe ata, tash i vetmi që ka mbetur që po reagon për çdo gjë është partia e Zjedhin Selës dhe ata thonë deklarata e drejtorit të institutit apo të entit të statistikave është skandaloze dhe e rrezikshme. Të paralajmërosh se në regjistrimin e ardhshëm do të përfshihet vetëm popullata rezidente, ndërsa qytetarët jo rezidentë të lihen jashtë, nuk është çështje teknike, është agjend politike për përjashtim. Atë që bëri LSDV-ja me BDI-n. Bile i ndihmoi, mbani mend, duke shkuar regjistrimi i popullsisë si thon këta jo rezidentë jashtë, kur popullata shqiptare veç kaloi çdo shifër, pra mbi 200 e sa mijë, Artan Grubi tha ndërpresim. Mërgata nuk mund të fshihet me vendim administrativ. Qytetarët jo rezidentë janë pjesë e pandashme e këtij shteti. Ata kanë familje, prona, investime dhe të drejta që askush nuk mund t'u amojë. Edhe më shqetësuese është përpjekja që kjo të arsjetohet me vendimin e gjykatës kushtetuese. Ky është manipulim i pastër, thonë nga Sela. ASH-ja. Pasurën dhe gjuhës shqipe, diskriminim në arsimin lartë, devijimit i korridorit 8 dhe deklaratave të papërgjeshme për dyshimet kushtetuese, tani po tentohet të goditet edhe përbërja reale e popullsisë. Kjo nuk është rastësi, kjo është strategji. Provokojnë, testojnë reagimin dhe pastaj tentojnë ta kthejnë në politikë zyrtare. Aleanca për shqiptarët e refuzon kategorisht çdo tentativë për përjashtimin e popullsisë jo rezidente nga regjistrimi i jashtëm. Regjistrimi nuk mund të bëhet instrument i inxhinierisë politike dhe etnike. Dhe unë tash do kisha shtuar. Nuk ishin të kota, veç ishin paralajmërimet e Mickovskit se maqenia perëndimore që janë me shumicë maqedonaze. Këtë gjëra tjera, kundër hyrje aty edhe kryetari i Struvës se e ka thënë në atë kontekst apo në atë kontekst, nuk ka gjëra, nuk thotë në atë kontekst apo në atë kontekst, vetëm mund të mbulohen, të fshehen, nuk mund të thuhen në atë kontekst apo në atë kontekst. Ai tha, andej nga kalon korridori 8, shumica e popullatës si në Kërçov nuk e përmendi Tetovën, Gostivarin, mos flasim pse edhe Dibrën. Pse edhe Dibrën. Okej, që të arsjetoj sepse u dashka korridori 8 të lidhet në orë me korridorin 10. Çfarë nuk do gjesh në deti do e kesh në tavolinë. Pra, VMRO nuk ndalet, sepse ka gjetur gus për merak këta të Vlenit. Dhe, dëgjoni, për çfarë do bëhet atëherë me popullatën bullgare të cilën sot zëvendësministri i punëve të jashtme i Bullgarisë, Marin Rajkov, tha, mbi 210.000 qytetarë në Maqedoninë e Veriut deklarojnë origjinën bullgare.
Çfarë do bëhet? Janë këta rezident apo jo rezident? Si do regjistroj Enti dhe Mickovski? Unë isha me një seminar gazetarie para 1-2 javë në Shtyp, më thanë, veç gazetarët e Shtypit, edhe unë kam pasaport bullgare, thanë, edhe unë, 4 që ishin, të 4 kishin dhe familjarët të tyre, pra. Maqedonia Lindore, të gjithë kanë pasaporta bullgare. Po flasim për persona, thot Marin Rajkov, që kanë ardhur në territorin e Bashkimit Evropian për të deklaruar origjinën e tyre bullgare. Më e rëndësishme është që ata kanë paraqitur dokumente që vërtetojnë këtë origjinë. A dini si ndodhen kjo? Tash do t'u tregoj. Tash 210.000 njerëz që përfaqësojnë padyshim një pjesë të atyre që kanë një vetëdije të tillë. Në Republikën e Maqedonisë në çdo rast bëhet fjalë për një grup të konsiderueshëm deklaroi Rajkov për televizion bullgar bën atë. A dini si deklarohen? Shkojnë ulen para fotografisë kur u bëjnë letër njoftimin, pastaj u bëjnë fotografinë për pasaport dhe japin një video deklaratë. Thotë, unë filani jam nga vija e nënës apo nga vija e babës bullgar. Pa marrë parasysh nëse është nga Shkupi, nga vetëm për shqiptarët kjo nuk vlen, ata japin deklarata të tjera. Pra, kanë video incizime. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe tash se të ndalem pak edhe te studentët. Çdo gjë është në rregull, protestoni, e drejtë e juaj. Dhe kur studentët e rasin, unë them, duhet një bashkëveprim, pra, t'u hapim për krah. Por, inshallah, jo me ish-ministrat e drejtësisë të dalin në ballë dhe disa profesorë të tjerë. Protesta e studentëve shqiptar për promovim të studentëve me 6 fill, unë tash bëhem i mençur, por rrezikon të devijoj nga qëllimi i saj fillestar, nëse u bashkangjitin njerëz me prapavi politike për ta shfrytzuar, sepse studentët i thirrën partitë politike. Qoftë nga pozita, qoftë nga opozita. Ajo që duhet të ishte një zë i pastër studentëor mund të shndrohet në një skenë ku po rikthehen figurat e vjetra të pushtetit, pikërisht ata që dikur kishin mundësinë të zgjidhin problemin BDI plus ASH dhe të sotmin të fitojnë alibin, pra vleni, flen. Studentët kanë të drejtë të protestojnë dhe kërkojnë kushte të barabarta për provimin e jurisprudencës. Ironia është e fortë. Disa nga ata që sot pritet të dalin në mbështetje të studentëve kanë qenë vetë në krye të Ministrisë së Drejtësisë nga radhët e BDI-së dhe ASH-së. Kanë pasur kompetencë, kanë pasur mandat, por nuk kanë pasur veprim. Sot kanë zë, dje kishin dhe sot kanë pushtet dhe heshtë, sot dikur dje BDI, sot vlen. Kjo nuk është mbështetje, kjo është përpjekje për larje imazhi. Kjo nuk është solidaritet, kjo është oportunizëm. Pra, studentët kanë të drejtë të kërkojnë drejtësi dhe trajtim të barabartë, por duke hapur derën për aktorë që mbajnë përgjegjësi për gjendjen aktuale, protesta rrezikon të humbasë besueshmërinë dhe të përdoret si trampolinë politike të ata që kërkojnë rikthimin e relevancë. Një protestë studentore nuk matet me numrin e profesorëve në turn, por me pasardhëtinë e kauzës. Dhe sot kjo pasardhëti po vjet seriozisht në pikpyetje. Në fund mbetet dilema. Protesta duhet të jetë studentore, plus se mbështeten nga të tjerë, por bëhet problem kur mbështetësit kanë histori mosveprimi. Apo protestojnë studentët për të ardhmen e tyre, apo për shfrytëzohen nga e kaluara dhe tashme që nuk dha llogari. Pse nuk del dikush dhe të thotë studentëve, student, nga cili universitet vini nga Universiteti Nëna Teresë, sepse ashtu do vëmëroja dhe vleni tetovës të dal nga dalë të shuhet. Dhe siç ja kanë nisur do e shuj. Tash njerë duke u parë se a kanë studentë, a nuk kanë, pastaj do hapin një 500.000 euro në buxheti, do zgjohet numri punëtorëve, kur zgjohet numri punëtorëve, do zgjohet për shkak të mësimdhënësve dhe studentëve dhe një ditë do mbyllet. Pra, pse nuk dalin dhe tonë, ku keni krijuar jo fakultetin? Pse atje nuk organizohet një provim jurisprudencë? Kur universiteti ka, kush janë ata që mbajnë? Profesorët universitarë. Duhet të ketë edhe nga qeveria. Okej, le të jetë një, le të jetë edhe nga ministria një. Sa të shkojnë krejt, pra, ka varianta për të mbajtur provimin në gjuhën shqipe në universitetet shqiptare. Kush të do, kush nuk do, të shkojnë në Universitetin Shënkrili dhe Metodi. Pra, ka. Dhe, për fund do ndalem në 2 komente mjaft interesante. Ka dalur sot LSDM-ja dhe thot kështu. Daka, e dini ai që donte të ndërtonte në Tetov, në Shikellak, gjithat objekt për 2000 banesave? Dhe, mosqarimi për të, faj për të i bie BDI-s, plus kretarës aktuale së kohë, nuk dhe përmendi emrin të komunës së Tetavës. Sepse akuzat e për të rënda tash janë duke u dëgjuar. Skandali Dakës u konfirmua, për të bashkëpunuar me VMRO, OKG duhet të përmbushë gjitha kushtet lista e zezë së SHBA-s. Pra, do e lexojmë LSDM në fillim, pastaj do e lexojmë sepse VMRO-ja ka edhe me zë. Skandali edhe njerë pra ka të bëj kompanitë e Dakës me atë që quhet energji. Dhe nikush merret me energji në Maqedoni.
Mickovski. Pse Mickovski nuk i pengoi lidhur me ato lartëpërçuesit që tjetë në Shqipëri dje? Pra, Sanja Boshinovska, ministresha, është e përfshirë në Rudnap, ku është e përfshirë edhe Adamović. Operativa kryesore Mickovski në sektorin energjisë ishte ajo që futi kompaninë e Dakës në planin vjetor për ndërtimin e objekteve të energjisë për vitin 2020. Dhe pas kësaj doli vëmëroja tash vonë natën dhe të ndëgjojmë se çfarë tha kryetari i vërtet deputeti Petruševski. 2020 godina na samo jedan den po izboru na novата влада od Tetovo donese izmjeni u dug со кои директно се овозможи бизнис од над 200 милиони евра на прорускиот бизнисмен Милодраг Давидовиќ Дака. Станува збор за просторот на некогашниот гигант Шипјелак, кој тогаш е откупен од страна на Милодраг Давидовиќ Дака преку фирмата Јелак Грапа. На истиот овој простор, крими коалицијата предводена од СДС и ДУИ, во Тетово донесе нов детален урбанистички план само еден ден по изборот на владата во 2020 година. Со новиот дуг, планирано било на овој простор да никне урбана џунгла со над 2000 стамбени единици во вредност од 200 милиони евра. Да подсетиме дека ако не беше ВМРО ДБМН, во Тетово заради бизнис интерес на првот на тогашната власт на Заев и Ахмети, на местото на некогашниот гигант Шипјелак ќе никнеше бетонска џунгла со над 2000 стамбени единици, илјадници метри квадратни деловни простори и трговски центри. Ова е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДС. Ние се бориме против криминалот и корупцијата, а тие се криминалот и корупцијата. Po pra, këtu ka vend, po tjetë kjo e vërtet ka vend edhe për prokurorin tash Saveskin këtë triun i cili thotë unë do e luftoj këtë, do e luftoj atë. Pra qëndroni ju të BDI-s dhe ju të LSDM-s që keni qenë në pushtet asë kohë. Qëndroni. Për deklaratën e tash filloj të qarkulloj këtë unë, të tjerë nuk e di, Filip që se nëse nuk ka ndërsomi në gjysma me qëndisë dhe marrin pasaporta bulgare, e vërtetoj këtë ministri, zëvendës ministri i punëve të jashtme i Bullgarisë, Rajnov, që tha 210.000 shtetës të Maqedonisë kanë marrë pasaporta bulgare. Nuk është okej, unë këtu i përshëndes dhe dëgjojmë nesër mbrëmë, pra ishit në podcastin Mesut Shabani, unë jam Mesut Shabani, bëri një subscribe.